Dhe pse kanë kaluar pak shumë se 24 orë nga hapja e televotimit, kurioziteti i të gjithëve është se kush do të largohet mes Valbonës dhe Laertit. Ky televotim kok më kok konsiderohet si një nga televotimet më të forta të këtij edicioni. Kujtojmë se Valbona dhe Laerti ishin si një konkurrent i vetëm të vendosur prej gjestit në një nga sfidat e valigjes së tundimeve. Por në prajmin e së shtunës, vëllai i madh i vendosi para një zgjedhjeje të dy banorëve, nëse duan të vazhdojnë të jenë si një konkurrent i vetëm apo duan të ndahen. Valbona zgjodhi të vazhdojë si një konkurrent i vetëm, ndërsa Laerti zgjodhi të ndahen, e si pasojë të dy shkuan në televotim kok për kok, ku njëri prej tyre do të largohet të martën. Nga rezultatet paraprake, në sondazhin e zona VIP, shohim se 60% shpëtojnë Valbonën dhe 40% shpëtojnë Laertin. Edhe pse publiku ka votuar për të larguar Laertin dhe shpëton Valbonën, banori që do të largohet është pikërisht Valbona. Pasi është produksioni ai që vendos, dhe Laerti shpesh konsiderohet si një lojtar i produksionit, dhe shpesh produksioni ka krijuar situata për ta nxjerrë në prajm. Për informacione të minutës së fundit, bëni subscribe kanalit Zona VIP.